أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe selamat I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave komentimi tematik I Kuranit famlar. Konkretisht jemi tek komentimi tematik I surës Nahl dhe kemi cekur arsye dhe sebepet për çfarë arsye kemi zgjedhur këtë sure ta komentojmë në këtë formë. Kemi pa që kjo sure ngërthen begati të shumta, të cilat begati Allahu Azza wa Jall I ka dhënë të gjitha krijesave, konkretisht disa begati të veçanta dhe kryesore, të cilat begati Allahu ja dha krijesës njeriu. Dhe kemi kuptuar që begatit e gjithat e kanë prej ardhjen nga Allahu Azza wa Jall, begatit janë të panumërta. Mirë po normalisht secila begati e ka vendin e vetë, të cilin vend ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Dhe për ta kuptuar drejt begatin dhe mirësinë që Allahu ta ka dhënë, është do thotë apo duhet që ta perceptosh dhe ta vendosësh atë mirësinë, atë vend ku e ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Për shembull, nëse Allahu subhanahu wa taala në surën Nahl I ka cek shumë begati kryesore që Allahu ja ka dhënë njerëzimit, mirë po I ka radhit ashtu siç ai e din më së miri se si duhet radhitur begatit. Dhe çdo radhitje jashtë radhitjes që ja ka bërë Allahu Azza wa Jall është do thotë përzierje e koncepteve dhe përzierje pastaj edhe nimeteve dhe begative që Allahu na ka dhënë. Na vazhdimisht kur dëshirojmë me I kujtu të mirat e Zotit, duhet me fillu me I kujtu ato të mirat të cilat janë bazë, mirat të cilat do thotë kanë kosto, e cila kosto nuk ka mundësi të paguhet nga njerëzit. Dhe normalisht vendosja e këtyre të mirave, radhitja atyre që I ka radhit Allahu Azza wa Jall, ta mundson ty me kuptu se sa shumë je I begatuar nga Zoti Xhelalu Ala. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, e para prej begative që Zoti Xhelalu Ala e trajton në këtë sure është madhështia, begatia dhe nimeti I udhëzimit, hidajetit në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe begatia e vahjet. Sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të shohim që sa është e rëndësishme me qenë I udhëzuar, sa është e domosdoshme dhe nevojshme të jemi të udhëzuar, dhe do ta kuptojmë se sa jemi të begatuar që Allahu Azza wa Jall na ka udhëzuar në fenë e tij. Do të shohim që sa herë është përmend udhëzimi në këtë sure, do të shohim që është interesante që e vetë një sure që ka përmbledh të gjitha llojet e udhëzimit në Islam, do thotë është sureja An-Nahl. Do të kuptojmë që udhëzimi ndahet në 4 lloje, do të sjekim ato lloje të udhëzimit dhe do ta shohim që të gjitha këto udhëzime I ka potencuar dhe I ka thënë Allahu Azza wa Jall në surën An-Nahl, që është një nga veçantitë e kësaj sure madhështore në librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe na do të trajtojmë begatit ashtu si ka trajtuar Zoti Xhelalu Ala, o fjala ashtu siç I ka radhit Allahu Azza wa Jall. Nga se radhitja e tij që ka bërë Allahu Azza wa Jall me kuptu që këto begati për nga vlera dhe madhështia, do thotë janë ashtu siç I ka radhit dhe I ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlar. Për të kuptuar rëndësinë e udhëzimit, të nderuar vëllezër, një nga format e kuptimit të saj, se ka shumë, është edhe shikimi dhe shfletimi I librit të Allahut Azza wa Jall, shikim në atë formë I cili ta mundson ty me kuptu se sa herë Allahu e ka cek hidajetin, udhëzimin në Kur'anin famlar, në përgjithësi dhe sa herë e ka cek në surën Nahl. Dhe ky shikim I drejt edhe kuptim real ta mundson ty me kuptu se çfarë vlere ka udhëzimi në Islam, dhe cila është begatia e udhëzimit në Islam. Hiç më pak se 313 herë, të nderuar vëllezër, Allahu e ka cek udhëzimin në Islam,
Po fjala në Kur'an, begatinë e udhëzimit e ka cekë në Kur'an me të gjitha format dhe llojet e udhëzimit. 313 herë, ndërsa në surën Nahl e ka përsërit dhe e ka cekë begatinë e udhëzimit 11 herë. Në gatës e 20 faqen në surën Nahl. Pra e ka cekë 11 herë begatinë e udhëzimit. Që i bjen në surën Nahl, Allahu praktikisht i ka cekë 21 apo 22 begati kryesore që Allahu ja ka dhënë njerëzimit. Dhe pas çdo cekje të këtyre begative, Allahu Azza wa Jall e ka potencu më një herë pasaj, si lloj rikujtimi begatinë e udhëzimit. Çka do të thonë kjo? Ka kjo rastisht. Do thotë që kur ta cek Allahu begatinë e ujit, kur ta cek Allahu begatinë e shtëpisë, kur ta cek Allahu begatinë, do thotë e ushqimit, begatinë e krijesave që i ka krijuar Allahu njeriu me shfrytzu, Allahu dëshiron na tregon neve që nëse nuk është begatia e udhëzimit, çka të vjen tyje? Çka të vjen kjo që i ki? Çka të vjen ushqimi që i ki? Çka të vjen ajo çka mendon që Allahu ta ka dhënë? Deshta me e kujtua dhe me ndëlidh këtë çështje, do thotë rastin e fjalës së Ibn Taymiyes në librin e tij Majmu' Fatawa, që ka thonë njeriu duhet me i fiqiru begatitë e Zotit në dy forma. Forma aspektit të meditimit edhe forma aspektit të personalitetit njerit, ndërgjegjes. Do thotë kur meditosh sa fëmijë ti ka dhënë Zoti, pastaj ndërgjegja jote duhet me shtyt që këto begati, do thotë me shfrytzu ashtu siç ka porositur Allahu subhanahu wa taala. Normalisht me fol për udhëzimin, me fol për begatinë e udhëzimit dhe se sa domosdoshmë është me qenë udhëzuar, sidomos në kohën që na po jetojmë, do thotë nuk është temë në atë kuptimin e fjalës e lehtë, nuk është temë që ndoshta mundet me u rumbullaksu në 4-5 minuta, por do të mundohem që me u fokusu në pika kryesore që mos me dal nga ky ders, mos me dal nga ky vend, pa kuptuar se çka është realisht begatia e udhëzimit, pa kuptuar se sa ka vlerë dhe sa jemi të nevojshëm që ta kërkojmë udhëzimin edhe hidayetin e Allahut Azza wa Jall. Njeriu vazhdimisht ka nevojë për udhëzimin e Zotit. Siç kanë thënë ulemaja, njeriu më shumë ka nevojë që Allahu me udhëzu atë se sa që ka nevojë njeriu me hungur ushqim edhe me pi ujë. Pra më shumë jemi të nevojshëm për udhëzim se sa për ngrënje të ushqimit dhe pirje të ujit. Allahu Azza wa Jall për të treguar që kjo punë nuk është diçka thjesht, bën pa to dhe bën me to, për të treguar që një çështje e tillë është bazike, esenciale që nuk bën hiç pa to, Allahu Azza wa Jall hiç më pak se 17 herë në farze na ka obligu me lexu surën El-Fatiha, që pa atë sure namazi është i mangët ose nuk vlen. Allahu në mesin e kësaj sure e ka vendos një dua dhe një lutje e cila është ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. E pse Zoti ka bu farz namaz, që mas pak të 17 herë me e bu këtë dua, se njeriu apo fjala insan rrjedh nga folja nësje jense. Haron ka haru, që të thotë njeriu hutohet mas bukurive të kësaj dunjaje, e fali namaz, Allahu Akbar, e kryen obligimin edhe çka mendon që është udhëzu. Mendon që ky e ka kuptuar më mirë se këtë udhëzimin. Mendon që kjo është udhëzimi i tij është adekuat. Udhëzimi i tij është muaj udhëzim që po lip Zoti. E Allahu përderisa ka krijuar këtë formë jonë që me haru kanë erë me kërku udhëzimin e Allahut Azza wa Jall, Zoti xhelalu ala ka bërë që kur ta falim namazin, me thon ihdina as-siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Njëkohësisht Allahu Azza wa Jall ka potencu begatinë dhe mirësinë e udhëzimit si begati dhe mirësi që vjen nga ai xhelalu ala. Që nuk kupton. Allahu i ka eduku pejgamberët e tij. Allahu i ka eduku të afërmit e tij, evlijat e tij, që sa përmendet begatia e udhëzimit, sa përmendet begatia që nuk je i devijum, Allahu automatikisht që këtë udhëzim ja dediku Zotit dhe jo vetvetes tonë. Për shembull, realisht në jetën e sodit, koncepti i njerëzve, atyre që e kanë kuptuar Kur'anin dhe Sunetin po flas, është kur na përmendni udhëzimin më njëherë thojmë na. Kur na përmendni devijimin më njëherë e kuptojmë jo musliman, grupet e devijuar në Islam çmro. Zakonisht bojmë kësi ndarje dhe kësaj klasifikime, çashtu është na ka ndëruar Zoti me Islam alhamdulillah. Mirë po, ana brengos neve çështja që me thonë elhamdulillah që Zoti s'na ka bërë si ata. Elhamdulillah që Allah më ka mësuar me kuptu drejt Islamit. Kjo është begati, është udhëzim i veçantë. Për të thënë çka duhet të thonë ashtu siç kanë thënë burrat e mëdhej. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha al-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi i takon Allahut azza wa jalla që ai na ka udhëzuar në këtë Islam. Po mos të ishte udhëzimi i Allahut, nuk do të mund të udhëzoheshim pa ndihmën e tij.
Andaj na që jemi në këtë ders, që jemi prezent këtu, që jemi të udhëzuar, s'paku që pretendojmë që jemi të tillë. Nuk është që na e meritojmë atë, nuk është që është merite jona, po është Allahu Azza wa Jall. Andaj vazhdimisht me qenë gjua jote e lagur që Allahu me falendru Allahun për këtë udhëzim dhe për këtë begati si kishe mujt me qenë nga pala e devijume. Udhëzimi e kuptum që kanë diçka e madhe. Nuk ka diçka thjesht, që ka diçka që ka peshë dhe vlerë. Allahu Azza wa Jall përpos që ka kërkuar që të jemi të edukuar raport me këtë çështje, me Zotin ton, Allahu ka kërkuar që ta ruajmë këtë udhëzim, mos ta përlym edhe mos ta ndojmë asnjë kost. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Mos disni ndryshe vetë duke qenë të udhëzuar në Islam. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall i ka kriju këto zemra dhe e ka ditë që këto zemra lajthitin, lëvizin, rrotullohen, ka mundësi nga udhëzimi nga devijimi në udhëzim, dhe Zoti xhallahu ala na ka përgatitur që namazet tona, jetën tonë përditshme me bëu dua, të cilën dua e kanë bëu burrat e mëdhej, njerëz të mëdhej. Cila është ajo dua? Rabbana la tuzigh qulubana, që ka thënë Allahu fillim surës Ali Imran, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allah, mos i lako, mos i devijo këto zemra nga Islami, nga Kurani dhe Suneti, pasi që i udhëzova ato. Na hebe rahmet nga mëshira jote o Zoti i Madh. Pse rahmet? Se veç rahmeti i Allahut na man neve gjallë. Veç mëshira e Tij na man neve në këtë udhëzim. Para mendoni jemi të jetu një kohë të vështirë. Jemi të jetu një kohë të përzierjes së koncepteve. Jemi të jetu një kohë që është kohë mjegullirave. Dhe normalisht kur përzihen çështjet, pastaj është vështirë me u kuptu drejt udhëzimit dhe hala më vështirë është me u kuptu drejt begatia të qenit do thotë i udhëzuar. Normalisht na kemi potencu vazhdimisht hadithin e pejgamberit që Allahu ja jep bukurinë, pasurinë, pushtetin të mirë dhe të keqit, mirë po udhëzimi ja vetëm atë që don Allahu azza wa jalla ka zgjedh. Andaj kaimaku i mirësive, kupolla e begative është udhëzimi në Islam. Është begati e veçantë. Begati që nuk po shkruhet me fjalë, begati që nuk blehet me çmim. Për arsye, të gjitha begatit që vijnë pas saj, do thotë janë begati të cilat njeriu bën pa to dhe bën me to. Mirë po, krejt ato që vijnë pas saj, mos me pas begatin e udhëzimit, do thotë thuaj se jetu, do thotë sikurse kafsht. Më harët doshta me cik fjalën e Ibn Qayyimit, po ceka çetër shka, tash më mend Ibn Qayyimi kur e komenton fjalën e Alit radhiyallahu anhu, i cili thotë se njeriu i cili i dëgjon lajmet, po fjala e dëgjon fen, apo i cili vetëm e merr ushqimin për ta ushqyer trupin, jo mendjen dhe zemrën, i ngjason kafshë. Pse thotë Ibn Qayyimi kur e komenton këtë fjalë, çka thotë? Thotë për shkak se natyra e njeriu nuk është si natyra e kafshës. Allahu alipi kafshëve namaz nuk lyp. Allahu alipi kafshëve, do thotë përgjithësi nuk lyp. E tash ti nuk je kafshë, Allahu ka dhëruar njëri, formë më të mirë ka kriju. Andaj thotë natyra e njeriu nuk është si natyra e kafshëve, por ka njerëz që bin natyrën e kafshëve. Kush janë ata? Ata të cilët vetëm ushqihen për ta ushqyer barkun e tyre, për ta kënaqur epshin e tyre, e jo për ta mbush, do thotë me zemrën e tyre dhe mendjen e tyre. An natyra e muslimanit është që me kuptuar idejen e udhëzimin, me u kënaq me të, edhe me e falendru Allahun azza që Allahu ka bërë prej të udhëzuarve, edhe nuk e ka bërë prej të devijuarve. Për të arsye begatia, do thotë e udhëzimit, është begatia më e madhe, e cila begati ka mundësi ndonjëherë me ju dhon dikujt. Për të arsye tha Allahu azza në surën An'am, "Amma yuridillahu an yahdiyahu yashrah lahu sadrahu lil-Islam." Kun don Allahu me udhëzu, kujt Allahu ja do të mirën, kujt Allahu ja don mbarsinë, yashrah sadrahu lil-Islam. Do thotë ja hapë zemrën, gjoksin për ta pranuar Islamin, për ta pranuar dhuntin edhe mirësinë e begatisë së udhëzimit. Gjithashtu udhëzimi është dritë që e ndryshon zemrën e njeriu. Dhe vëllezër, Allahu kur ka folë për njerëzit që nuk pranojnë me pas, do thotë, Islamin si udhërëfijës së tyre,
Zoti xhelalu ala ka treguar që këta njerëz janë kel an'ami bal hum adall. Këta njerëz gafila për tasa dhe janë sikur se kafshët, bile dhe janë më poshtë se ta. Njëkohësisht Allahu ka marrë edhe një shembull tjetër në Kur'an dhe ka thonë në surën An'am prap: "Aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fi an-nas." A është ai që ka qenë i vdekur e ne ringjallëm edhe i dham dritë me të cilën ecë mesin e njerëzve. Që do të thotë, ai i cili s'ka iman, ai i cili s'ka udhëzim të drejtë, realisht ecë, realisht frymon, realisht han ushqim, pin, flen, punon për të Allahu sikur se i vdekur. Ai i cili e shijon begatinë e udhëzimit është si lloj kandili ndriçues, të cilën kandili ja jep Allahu azza wa jalla njerëzve që i don. Për atë arsye, ky kandil i jep fleksibilitet zemrës për të punu, i jep dritë zemrës, i jep jetë njeriut, normalisht edhe ja largon hutimin njeriu dhe drejton njeriu. Do thotë ky kandil vazhdimisht nga hajri dhe mirësia dhe nga begatijet e tjera. Allahu azza wa jalla gjithashtu e ka cekën çështjen e udhëzimit si nga begatit e mëdha, që thamë begatit të cilat nuk përshkruan nga fjalët e njerëzve. Në kalumë të ndrua vëllezër, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse kujtohet surën Hujurat kur e kemi komentuar, ka pas njerëz të cilët kanë thonë që na e kemi merituar me qenë të udhëzuar. Për atë arsye, Allah na ka udhëzuar. Na kemi merituar me qenë, për shembull, më fal mas pejgamberit e Zoti na ka udhëzuar. Na jemi ata që kemi merituar. Edhe në farforme. Po iza sipas atyve është obligimi i Allahut që na ka udhëzuar. Edhe mirë ka bëu Zoti që na ka bëu neve udhëzues, apo të prej të udhëzuarve. Allahu këta njerëz që çortoi dhe tha: "Elillahu yamunnu alaykum ma hadakum in kuntum sadiqin." Mos foni kështu, nuk ka hije hiç se që jeni duke u fal mas pejgamberit të Allahut, që jeni musliman dhe po thoni që e keni pranuar Islamin, nuk është kjo për shkak juve, për shkak që e meritoni ju. Por belillahu yamunnu alaykum man hadakum. Letojnë e këtë begati se është mirësia Allahut që Allahu deshi që ju me qenë të udhëzuar in kuntum sadiqin. Edhe këto e pranoni vetëm nëse jeni të sinqertë në atë çka e flisni, edhe në atë çka e pretendoni. Gjithashtu prej çështjeve është se çështja e Ibn Kaimi rahimullah kur flet për udhëzimin e Allahut azza wa jall, sidomos kur trajton çështjen e udhëzimit gjithëpërfshirës, Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Alladhi ata kulli shay'in khalaqahu thumma hada." Allahu çdo krijesë krijoi formën e vet që ka dhënë Zoti me kriju të tillë. Thumma hada, e pastaj Allahu i udhëzoi krijesat. Kush e inspiroi për shembull bletën me shku rastësisht 5.000 lule apo sa ec për ta përpunu pasaj atë lule e pasaj për të dalë prej saj mjalt që Allah e ka bërë shërues, mjalt me lloj-lloj ngjyra dhe me lloj-lloj shije. Kush e inspiroi bletën këtë formë? Allahu azza wa jall. Edhe krijesat tjera kush i mësoi me jetu? Zoti xhelalu ala, qysh me formu dhe kriju familje, qysh me sjell rrezikun në anëtarët e familjes. Allahu azza wa jall ka thënë këtë shembull në surën Nahl, ajeti 68-69, Allahu azza wa jall: "Wa uha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subul rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un lin-nas." Allahu akbar. Allahu azza wa jall për bletën: "Wa uha rabbuka ila an-nahl." Allahu e udhëzoi bletën. E fjala udhëzim në këtë rast të insektet, të lloji jo njerëzor përdoret si lloj frymëzimi. Do thotë Allahu e frymëzoi bletën. Çka kanë frymëzuar bletën? Ani takhidhi min al-jibali buyuta, që të ndërtoje bleta, do thotë në për kodra, shtëpitë e saj, o min ash-shajari, edhe tek drujt, o mimma ya'rishun, edhe tek kosherët që i ndërtojnë njerëzit. Pastaj Allahu azza wa jalla tha: "Thumma kuli min kulli thamarat." Pasi e mësoj bletën që është me ndërtu shtëpinë e saj, që është me bo rënd, që është me bo sistem tjetës, sistem të punës, Allahu azza wa jall në dha në shembull tha: "Thumma kuli min kulli thamarat." Allahu i tha bletës: "Hanga të gjitha frytet, lulet e këndshme dhe të mira." Edhe miza është insekt, edhe bleta është nga lloji insekteve, po dallimi është si nata me ditë.
Se Allahu nuk e mësoi këtë formë mizën, se nuk e ka vlerën dhe begatinë e bletës. Dhe Allahu ka nderuar bletën si insekt dhe e frymëzoi që më ndërtu shtëpi në kodra, në përpem, pastaj në për kushere që njerëzit i ndërtojnë ato. Pastaj tha thumë kuli min kulli thamarat. Pastaj thot ndjekë rrugën e Zotit tonë dhe kërko të mira nga çdo fryt. Fesluki subra begot thu pastaj tha yakhruju min butuni ashrabu mukhtalifun alwan. Pas gjithë kësaj udhimi, pas gjithë kësaj pune, pas gjithë këtij mundi nga barku i saj, çka del do thot një lëng, fjala mjalt, sharab është do thot që pihet. Për arsye, do thot kur i thon njerëzve a ke hongul mjalt, kuptojnë këtë, ama a ke pi mjalt që si huta. Do të thotë a ke pi mjalt e hat. Allah bëhet sharab, mjalt është që pihet, jo që hat. Çdo qoftë, mukhtalifun alwanu. Të gjitha mjaltet që dalin nga bleta, shkak këtij përpunimi që ka bëu, janë me ngjyra të ndryshme dhe të lloj-llojshme. Fihi shifa'u lin-nas. Edhe në çiket mjalt, Allah thot na kemi bëu ilaç për njerëzit. Të ndalme tek pjesa wa uha rabbuka ila an-nahli. Allahu e frymëzoi dhe udhzoi bletën. Që do thot ki insekt i vogël. Prej këtij insekti të vogël shifet hajri i madh. Që kemi thënë në gjëratën e kaluara që njeriu te Allahu nuk vlerësohet sipas pamjes, dukjes dhe fuqisë trupore, por sipas punës që e bën. Ka nërë me trup në kusht i madh, por e ka namin e madh. E ka vlerën e madhe dhe peshën e madhe te Allahu Azza wa Jall. Dhe normalisht Allahu Azza wa Jall e mësoi bletën në këtë formë. Para mendoni rrëfejat se edhe të kaluamën, persianët, bizantinët, po edhe ata që kanë bërë lufta të mëdha për eliminimin e njerëzve papunëtor, për eliminimin e njerëzve që i kanë bërë dëm shtetit, kanë bërë lajme tek shtete tjera çka e kanë marrë formën e jetës së bletës, organizimin e bletëve dhe kanë filluar me organizu jetën dhe ushtrinë e tyre sipas komandës së bletëve. Unë nuk mina më atë punë, po normalisht kush do më lexojë shef se çfarë komande të rapt kanë, çfarë jetë kanë bletët dhe si ec do thotë sistemi i të jetuarit të tyre, dhe normalisht kjo është begati që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë do thotë bletët si insekt. Andaj kështu do thotë Allahu i ka kriju krijesat në formën që ai ka dashur dhe i ka udhëzu krijesat Zoti xhallahu ala. Pastaj Allahu Azza wa Jall tha: "Alam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa ar-Rahman inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun." A nuk e sheh Allahu thotë se si shpezët e çojnë qiellin, në kuptimin e fjalës ajrin, kur ecin nëpër qiell, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Kush i ma ata në atë formë? Allahu Azza wa Jall. Ka dashur Allahu kështu me qenë. Por dyshë s'kishte mujt me fluturuar, me qëndruar në qiell. Inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun. Allahu thotë në surën Nahl, këto argumente që po i cekmi, nuk janë vetëm me i cek, me mbush librin, por janë argumente për ata që besojnë Allahun Azza wa Jall, edhe besojnë drejt Zotit xhallahu ala. Andaj Allahu ka mësuar për të arsye krijimi i aeroplanave, formimi i tyre në kohën e sotit, normalisht është marrë nga zosht fluturues. Si ka mundësi shqipuna me qenë shumë lartë edhe me shikimin e saj në pret, me vrej gjahun prej mira do thotë metrave lart. Kush e mësoi kësaj do thotë këtë shikim pret, kush e dha shqiponjës? Ja dha ai i cili është i patmeta subhanahu wa taala. Normalisht na kanë metë edhe dy pika për t'i trajtuar. Pika e parë është llojet e udhëzimit, për t'i kuptuar ato më drejt. Dhe normalisht kemi thonë që udhëzimi është 4 lloje, do ta kuptojmë. E pastaj do të trajtojmë edhe do thotë begati që i sjell udhëzimi. Çka sjell udhëzimi, çfarë fryte dhe begati i shijojmë në këtë botë dhe botën tjetër, nëse udhëzohemi një mend dhe nëse Allahu na zgjedh prej tjerëve dhe na udhëzon në rrugën, edhe nga se pa udhëzimin Allah nuk ka mundësi na me qenë të udhëzuar në mënyrë të drejtë. E para, apo lloji i parë udhëzimi është udhëzimi drejt mirësive të kësaj dunjaje. Do thotë Allahu Azza wa Jall i mëson njerëzit çysh me kërkuar të shkosh më mira. Edhe ai i cili është ateist, edhe ai i cili është i krishterë, i çifut, zjarpotist, edhe ai di me ndërtu gjëra të mira, di me i shiu çështjet e mira të kësaj bote. Dhe kjo është falë udhëzimit të Allahut Azza wa Jall, dhe s'ka mundësi kurkush me qenë i mëshëm, i ditur,
apo me e frimu pa udhëzimin e Allahut Azza wa Jalla. Kjo është udhëzim gjithëpërfshirës. Udhëzimi i dytë është në Islam i thotë hidayatul irshad. Udhëzimi i cili në gjuhën shqipe është e ka emrin udhëzim orientues. Edhe normalisht këto ka mundësi me bëu edhe njerëzit. Qysh udhëzim orientues? Për shembull, ti ke mundësi më bëu sebeb dikush më udhëzu. Shkurtimisht ti ja plason Islamin, ja kallzon bukuritë e kësaj feje, edhe ja kallzon dëmët e të mos qenit i udhëzuar. Për arsye Allahu azza wa jalla wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ti je ai që bësh sebeb më udhëzu shumë njerëz në rrugën e drejtë. Gjithashtu këtu hyn edhe kur dikush e humb rrugën, ka një jabanxhi, edhe po do me shku për shembull në Bianos. Edhe nuk din ka është nuk dalja, ti bësh sebeb. Ai ke gjithë bëon kjo vet, po ti ja e leçon më shpejt rrugën e gjetjes së udhëzimit. E treta është hidayatut tawfiq, udhëzimi i cili vjen vetëm nga Allahu azza wa jall. E kjo është udhëzimi në Islam. Allahu azza wa jalla thotë pejgamberit in tahris ala hudahum fa inna Allah yahdi man yudhill wa ma lahum min nasirin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fa Allahu azza wa jalla ti edhe pse kujdesesh, i tha pejgamberit mi udhëzu njerëzit. Mirë po Allahu udhëzon vetëm ata që don ai. Nga se ai është më mirë i njohur se kush e merr udhëzimin. Mirë po kjo nuk do të thotë që na nuk duhet me mundu me u bë sebeb me udhëzu njerëzit, nuk do të thotë me ne duar kryq. Valla s'po më intereson se mua më ka udhëzu Zoti, i them hajde në xhami s'po vjen, jo s'bën kështu. Mi po edhe me lodh veten, me smu veten s'bën. Ama me u brengos normalisht e kemi dert. Kemi qef këtë njerëzit me qenë të udhëzum, po s'dojnë, u dha marrë kohët. Për arsye pejgamberi u ngushtu shumë. Për arsye Allahu tha la'allaka bakhirun nafsak. Po shohim që jetë e munu vetën, të shkatru vetën, që s'po pranojnë Islamin, çka më bëj s'po pranojnë, u dha marrë kohët e ke votondën. Ose wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka ma yaqulun. Na e shohin që ti jetë u ngushtu shpirtërisht për shkak fjalëve që ata i thonë, për shkak mohimeve që po ti bojmë, po ti madhore Zotin, falu, edhe mos dis, adhuroj edhe Zotin derisa ti jesh gjallë në këtë dunjë. Kaq është. Pra as mos me qit lër, s'u intereson për tjerë, elhamdullahu më uzum, as mos me shkatru veten edhe me kalu net pa xhum, për shkak se pse të tjerë s'e pranojnë Islamin. Por normalisht me pas dert, më mundu më bëu sebeb duhet me qenë, më mundu më bëu sebeb. Edhe hidayeti i fundit është hidaya ila al-janna. Do thotë udhëzimi për xhenet. Edhe kjo është special për botën tjetër. Edhe special është për këtë botë. Kjo është më i veçantë prej veçantëve. Hidaya do të fiku është i veçantë. Që kjo e fundit është kajmaku i udhëzimeve. E Allahu azza wa jalla innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim jannatin tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tha Allahu azza wa jalla me të vërtet ata që kanë besu edhe kanë bërë punë të mira, Allahu i ka udhëzuar nga udhëzimi ideal. I ka udhëzuar nga udhëzimi që ai e don, nga imani i drejtë. Deri kur ka më vazhdu kjo udhëzim? Deri ku janë koha kur Allahu i udhëzon ata për xhenet. Jannatin tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Në një xhenet që ka mirësi dhe begati dhe kajmaku atyre mirësive, do thotë ka me qenën rrjedhja e lumejve dhe qetësia psiqike që ata kanë me hast, do thotë në lumejt e Allahut azza wa jall. Qysh me kuptu, hala më bukur, se me fat jemi, fatlum jemi që Allahu na ka udhëzu, e kuptojmë sipas pikave të mëposhtme. E para është begatia e udhëzimit të ndruar vëllezër është se udhëzimi ideal sjell qetësinë e zemër. Njeriu që është i udhëzuar, ku me ditë sa me pas stres, ku me ditë sa me pas trysni fizike, psiqike të jashtme, begatia e udhëzimit ja mundson atij që me marrë stabilitet brenda. Që zemra atij mos më u trazu, që zemra atij me qenë stabile. Edhe normalisht të ka potencuar Allahu shumë në Kur'an, për tyre ka thonën alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që janë të lidhur me Allahun dhe përmendin, zemrat e tyre qetësohen. Dhe kjo është begatia e drejtë e udhëzimit. E dyta është kur je udhëzuar për një që duhet, e shton dozën e veprave të mira. Çto po ndalë pak. Na vesmi sot veten, tash ose mos dersit. Ata që më të bu ma shumë punë të mira, ata që kom gojlen, apo më do zote as po më do, a kom gojle,
apo hinë gjinat në xhenem, a që tash a para një vjetit? Nëse përgjigja është tash e kom gojlen, je një mend i udhëzuar. Elhamdulillah, udhëzimin e ki drejt. Nëse tash i ki paksu punë të mira, atëherë më shumë ki bëu punë të mira, atëherë nuk ka diçka punë e mirë. Nga se Allahu Azza wa Jalla të nua vëllazër, kur dëshiron dikush me shiu këtë begati të udhëzimit, ai ka qef që çiki person me bësh më shumë punë të mira, me bësh më shumë namaz. Ka qef Allah me po këtë njëri në xhami. Dhe mos prezantimi jo xhamia lodon që ka mos i Zoti s'ka që me punë. Kjo është dënimi i madh është. Kjo nuk je udhëzum që duhet. Apo me të pa Allahu duke lexuar Kur'an, apo me pa Allahu duke përmend Zotin shpesh, apo me të pa Allahu duke bëu dua lutje. Andaj prej mirësive begatisë së udhëzimit është se shton dozën e punëve të mira dhe kualitetin e tyre. Gajle e ki e kom bo që këtë punë pa pranon Allahu s'pa pranon. Gajle e kom. E treta është mbrojtje nga humbja. Ai i cili është i udhëzuar për një me, e shton dozën e punëve të mira, edhe bën dua dhe lutje, këto dy gjëra janë pancir dhe mburojnë nga devijimi, se nuk ka kiamet më të madh, nuk ka hallaka më të madhe, gjuna më të madh se me shiju udhëzimin edhe me deviju. S'ka pas pisave ata që e kanë shiju këtë udhëzim edhe kanë deviju. Pa unë Abu Sufjani vetë kallzon. Thot nuk kum pa njerëz më të çuditshëm se sahabët, para se me pranon Islamin. Thot e para, që kanë dashur udhëzimin edhe pejgamberin, edhe e dyta se kanë ndru këtë punë edhe në gjendje më kritike të mundshme. Shembull, Bilal që ka përjetu. Ja ka marrë bakun e tij edhe e ka ndunë në zall shkretin nxehtë më të madh për vlues. Ka pas dhimbje të mëdha. Ka mujt me thonë fjalë goja dhe e kishin lëshu. Se merr Zotin kusur, pizorit. Ama shka thonë ahad. Një është ai. Allahu Azza. S'ka me ndru këtë vej. Andaj mbron Allahu këto momente mos me deviju. Mbron Allahu këto momente mos me lejthit. Sot njerëzit trishtohen nga udhëzimi, prezenca në derse, qëndrimi me njerëz që kanë kuptuar drejt Islamit, pse ka shkuar dikush një mesazh, nuk e ka thonë fjalë rruga tjetër e ka marrë pyetje pse, edhe shka fillon me u zbras. Mos zbraps. Ku i do shku? Ata kanë punën e vet, ti e ke tonën, na kemi tonën. Tash me luni Islamin na? Allah s'lihet Islami, nuk lihen derset. Nuk lihet suneti, nuk lihet Kur'ani, as kjo fe. Alhamdulillah ka ki kuptu që për ne me një rrugë drejt, ka që është kjo mesele. A që do të me pas sfida sprova. Bilal dhe shka ka përjetu. E sahabët përgjithësie. Se s'ka thonë të ndrua vëzër Biladhin këto raste. Wahid, po ka thonë ahad. Që wahid arabisht është një, numri një. Ahad është një, po pse s'ka thonë wahid, po ka thonë ahad. Kanë thonë ulemaja, ka thonë kështu Biladhin se çështë e ka mësuar Zoti dhe pejgamberi. Çka pas ka mësuar Zoti dhe pejgamberi Biladhin? E ka mësuar se kur ja ka mësuar surën Ikhlas, i ka thonë kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. Pse s'ka thonë Allahu është wahid, Allahu është një. Të dytë e kanë përthimin e njëjtë. Për shkak se fjala wahid, kanë thonë dietarët, është numër rëndor. Ç'është numër rëndor? I vjen 1, 2, 3, 4, 5, për shembull, janë 6 vllazni ndesh, 5 vllazni, 7, 8. Kjo është më i miri. Pastaj vjen qetri. Ç'është e kanë trajtuar Zotin mushrikinët. Kanë thonë Allahu është i pari. Ai është krijues, ai është furnizues, ai është kështu. Edhe idhujt ndyen, edhe suvaja, edhe vedajën të mirë. E çështu jo. Zoti s'ka thonë çështu me një së Zotin. E çysh mi abu ahad. I ka kallzu Biladhi mushrikinëve që unë e them Allahu është i pari në çdo gjë, qenje, edhe nuk ka pas ti. Ai është i përsosur në çdo ahad, u kry kjo punë. Si kalon hapësirë me thonë që tha wahid. Ama ata kanë kuptuar drejt Islamit. Bardhazi Abu Sufjani dhe jam çudit me këta njerëz. Po dhe kur e kom kuptu, kur e kom pranuar Islamin, më udhëzoi Zoti, e kom pasë çka i ka shti këta me bukshtë. E kom pasë çka i ka shti këta, mos mendoj Islamin me asnjë kosto. E kom pa. Vonë mora vesh. Ama ku mor vesh. S'ma mor shpirtin Allahu pa shi udhëzimin dhe pa kuptuar se pse këta burra po bojnë kështu, çka janë këta njerëz këtu. Mar Allah se kur je i dhëtar ne kjo kupton këto begati. Andaj Allahu Azza Jall thotë ka bëu ty të uzuar edhe trun përmes punëve të mira dhe duave nga devijimi. Prej çështjeve është edhe fundit si të harrojmë begatin e udhëzimit.
Allahu të hap një të mirë, ma ta merr. Kurse di kimetin ta merr. Prej kur kom filluar më fal viti, për shembull i rregull 2022, a dini sa njerin e kom pa që ka qenë praktikues i Kuranit dhe Sunetit. Ne na kanë dhënë ders, na kanë këshilluar 3. E shumë për tyve, dikush u bua ateist, dikush e kalon islamin e dikush edhe kështu më radha, vajna rrugë. Andaj këtë vlerë nuk e ruan gjithkush. Për shembull, e di që e ki fëmijën sprovu. I ki tash 3 fëmijë, tu 3 ka ble ka një orë 200 euro. Fëmija, qof djala po qik, që nuk është mirë mentalisht. A ja le orën kur dale me lujt me fëmija 200 euro në dorë? Jo, se ja le, ja merë. Kur ja le vesh ku ti shpi, me ja bo një foto. Pse se ja le, se s'din me rujt? A dini sa njeri e vesh orën e udhëzimit, që nuk ka çmim që paguhet këtë një dhe e hub shpejt, se se meton, ose se ka rujt që duhet. Qysh me rujt që këtë thesar edhe margaritar që mund e para është me dua dhe lutje. Për të arsye, pejgamberi ka tregu që el qulubu biyadi rrahman. Zemrat janë në duart e Rahmanit, gjithë më sheshni. Yuqallibu. Allahu i rrëdhon ka doje. Edhe ka botë të thonë ja muqallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotllon zemrat, forcoje zemrën time në fen tonë. Këtë dua ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah ja ka garantuar që nuk devion, e ka garantuar që ja fal gjinat kaluam tash më tarmën, megjithatë ka bëu këtë dua vazhdimisht sallallahu alajhi wasallam. Na tregon neve që çdo arabesh ilzemu i hadhi dua. Keni kujdes, hapni sytë dhe bëni edhe shpesh këtë dua, sidomos kohën që ka Islami, sikurse gaca, ama më gjatë, ama më të mëdha. E dyta është me shoqëri të mirë. Udhëzimi ruhet kur rri me njerëz të mirë. Kur rri me njerëz që ta dojnë të mirën. Kur rri me njerëz që kur plagështohesh fe ta ngjesin dorën. Freskojnë. Sa rri me ta të qyshimoni të rritet. Nëse e ndron shoqërinë për shkak interesave, qoftë politike, qoftë shoqërore, qoftë shtetërore, dije që me kalimin e kohës nëse javën e parë, dytën, kemi pa që ato që ki pas marrë nuk e kemi. Ose s'kemi a ditë lerën, ose s'kemi a ndi lezetin, ose Allah na kemi deviju krejt. E katërta është, e treta falim me u largu nga gjinohet. Mëkati e arson zemrën dhe nuk vëzër, edhe largon këtë zemrën nga imani dhe besimi, e shkull imani, me kalimin e kohës. Për arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha adhnaba ibnu Adam, kur buje gjunah, biri Ademit, nuk ite, fi qalbihi nuqtat as-sauda. I vendoset një pikë e zezë zemrën e tij. Fe intaba muhitat. Nëse pendohet i fshihet. Nëse jo, thotë kjo zemër bëhet në atë formë që Allahu ka thënë në surën Mutaffifin, kella balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun, zemër që më nuk ka dritë to. Edhe ka në këtë formë se pasoja është mëkatet. Leximi i Kuranit, do thotë është burimi kryesor i udhëzimit. A don udhëzimin e vërtet, a don udhëzimin e drejtë. Hadha al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Kjo është libër që përmes tij fitohet udhëzimi, do thotë i drejtë. A ka shenja të ndëruar vëllezër që na kallzojnë mua dhe ty? A jemi për ne të udhëzuar veç që kemi fjalë goje? A jemi të udhëzuar ç'është duhet veç që kemi vëlla pretendim? Ç'është janë rrethana ato rrethi? U shitemi që jemi të penduar, që jemi të udhëzuar. E para për shenjave është njeriu kur bën punë të mira i duken të lehta, edhe i duket vazhdimisht që është të bëj pak. Na sot një punë me bëu diçka që kemi rënë sprov krejt, prej agososht, edhe e fundit është s'ka shans me një telefonin me dorës. Deshte s'deshte, ndërst foto, aqe foto, ko foto. E dyta, këto punë që i bojmë, apo na duken të lehta, secili e vetën e vet. Unë e di që për nefsin edhe temin janë të rënda, ama tash kur nefsi e shef që s'po hallafte, dikur i bëhet edhe atij një valloj formë rutinë, s'ka çka bën. Apo na duken punë, ardha nders, apo na duket e rënd, e zgati, s'është koha, pse se la pak më vonë, pse se la mas akşamit, s'ka me vakt, që më thiri mesazh njëri, pa ta bëj kafe. Ç'to do njëri? Kjo orë me qef apo po duket e rënd kjo punë. Në klapa e fundit e kjo pikë është apo duket që të bësh shumë. O Zot, me pas gaz dersi, hala kisha pas qef. O Allah, inshallah kom imër edhe jamën qëtër vin ders, edhe ta i hoxha qëtër shkojnë ders. Nëse duket vazhdimisht pak, dije që e ke kuptu dhe të uzimin. E dyta,
ai cili është i udhëzuar ik pi mëkate sikur se pi kodrës, s'po thon pi luanit. Çka thoni Ibn Mesudi? Ka thonë që muslimani i shef gjinohen sikur se një kodër që është mbi te. Thotë edhe vazhdimisht që e shikon apo i bie apo i bie, edhe largohet pisoj. Ndërsa munafiku e shef gjinohen sikur se miza. Pak me lëvit gishin çohet miza. Mi sa më kon mizë fort. I vetë pa gishin ose hundën, largohet. Çështu munafik. Hobi, shmek ju ka bu. Unë e di që gjunazi në janë servu, të na unë, televizor, rrjetet sociale, dil jashtë, këtheu, okej, jemi rrethu, jemi keq vallaj, që Allah Zoti na fal. E po pak me pas në gjegje, me po që Zoti shef, më rujt. Pra, nëse je do me ditë ai uzum që duhet të shikoj se si është raporti me gjunahet, sidomos kur je vet. Shpesh njëri mashtrohet, s'po më shef kurkush, se gjë gjuna i vogël, sa problem. Ta ka përsej sot ana bëhet puna mirë. Mirë po ka thonë një për parëve tonë sallallahu salih, Muhammed ibn Wasi, la tanzur ila sighari al-ma'siyah, walakin inzur ila 'idhami man asait. Mos e këshyr çfarë gjinojt vogël jetu bu. A është i vogël mos e krahaso kështu. Vesh nalo dhe menoj, ku na jetu i bëjë. Ku jetu dosh me mashtru. Çfarë ndalesi jetu dosh me shkel, ku na jetu dosh me shkel ndalesën. S'pa kur respekt marrë pe Allahu ta zë xhel. Gjithashtu, nëse do me kuptua ai uzum, pytë zemrën tonë dhe a është e qetë, kur Allahu e sprovon. A është e kënaqur. A pejgamberi sa më tha Allahu ibn Mesudit, irdi biman qasama Allahu lek satakun aghla an-nas wa sata'is sa'idan. Pajtomo ato që ka caktuar Zoti për ty, ki më kon njëri me zemrën më të pastër, më të çndrueshme, edhe njëri më i lumtur. Kaq është. Këta Zoti më ndodh, kaq është. Po jo vetëm kena pritur që Allah i sprovon ty kështu. Allahu akbar. Ka edhe këto njerëz shtime fol vetëm me veten, më çka u bë. A po punë me unë jam çaja? E rrodhës është njeriu që është i udhëzuar kur i ka punë dyzen, është më afër Zotit se sa kur është vështirësi. Na krejt e thirr me Zotin kur jemi nxor. Vallahi edhe ata që s'kan iman e thirrin. Allah. E ka bëu Allah Zoti atë në zemrën që është më thirr. Për shembull Allah e ka thënë se në Kur'an çka thon? Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali fil bahr, do thotë fil bahri mawjun kadhulali, kur ata shkojnë marrë në deti, edhe trazohet deti, hallakamu të shku, da'u Allah mukhlisin lahu din. E thirrin Allahun me lutje më sinqert mundshme. O Allah, te ti është botimi, s'ka më puta. Falamma najahum lil barri idha hum yushrikun, kur Allahu i nxerr, edhe i thot detit qetësohu, dalin fund detit, shnosh e mirë, prapë ata çafire janë, ata mushrikin. Prapë janë ata mos me njohës Allahun e rujt. Andaj është rregull në Islam që ka thonë pejgamberi, "Irif rabbaka fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda." Një Allahun kur je mirëqenie, nëse don me të njoh Zotin kur je në zor. Allahu të njeh kur je në zor, aty si i kur xhu, mos mëno. Mirë po, ta na shkalon. Për shembull, e dini rastin e Yunus alayhis salam, kur ka metën në peshkun e balenës. Thot, "Laula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun." Mos me pas madhru Allahun, Yunusi kish me nejt në barkun e balenës deri ditën e ringjalljes. Melekët e ndëruar vëllezër, se din gajbin. Por thojnë melekët, i thojnë Allahu te xhel, o Zot jemi tu e ndi, një Zot njofshëm. Se Zot njofshëm, se ka qenë njëri që ka madhru Zotin. Edhe me lashtë e kam pas regjistër që kjo qasine. Mirë po Allahu, për shkak se e ka njohur Zotin kur ka qenë në dyzen mirë, Allahu e ka njohur kur është në vështirësi. Gjithashtu, nëse e kuptojmë që jemi të udhëzuar, nëse dojmë me ditë jemi të udhëzuar për me ç'është duhet, është se kantari i krahasimit këtë botë me botën tjetër e kena drejt. Për shembull, sa herë që vjen e mirë, një e mirë e kësaj bote, ta rrezikoni të mirë botës tjetër, as e bën muhabet. Ngryja të bërte, qysh ti s'pe bën këto, ki dunjaja pe bën, blej ato. Që kjo ma rrezikon mua ahiret. Ja, se bin shpion këto. Që kjo mu ma vjedh kohën, nuk e bi unë e këto në shtëpi. Që kjo ma bën se bin në shtëpi. E dini rastin e Aishës si kanë thonë ti duhet pejgamberit, ere beqaresh, vjeçëresh, çika Abu Bekrit, Allah, çka kjo soba jote një me dy. Aisha ka rënë sejdë dhe ka thënë alhamdulillah. U çon kohë me kanë dorën alhamdulillah. U shtri, sikur po bëhet po flan, kanë dorën alhamdulillah. Kam shka bunë kështu, thotë s'po pengon kur zot. Mu fal, po më fal. Me flaj, po më me flaj, thotë inshallah thotë akoma çën xhenet më mirë. Për arsye, kantari është real dhe i drejtë. Andaj
Ta kuptojmë o vllazni për fund se begatia e udhëzimit është më e çmuar se çdo gjë tjetër. Pasha Zotin e Madh, më e çmuar se shëndeti, më e çmuar se pasunia, më e çmuar se të gjitha begatit që Allahu ja jep dikujt në këtë botë. Nga se pa udhëzim njeriu nuk e shijon as lumturinë reale, as nuk e shijon mirësinë reale, qoftë këtë botë edhe botën tjetër. O Zoti i Madhëshëm, nëse se kemi kuptuar drejt udhëzimin, na mos ta kuptojmë atë. Nëse si jemi të udhëzuar që duhet, o Allah, na udhëzo drejt udhëzimit të saktë. O Zoti i Madhëshëm, nëse nuk e meritojmë, që s'ka dyshim se meritojmë me qenë të udhëzuar, na udhëzo dhe na mëso që me përfundu këtë dunjë me udhëzim të drejtë dhe paqëbardhë. Allah është për lehtë, walhamdulillahi rabbil alamin.